Bashkia për vetë natyrën që ka dhe aq më tepër për rolin që kryetari i bashkisë ka, absolutisht është aty për drejtuar në qytet dhe merr besimin e qytetarëve për drejtuar në qytet. Në qoftë se ne do ta minimizonim këtë, atëherë ne nuk do kishim nevojë për kryetar bashkie. Por çdo qytet, çdo komunitet, jo në Shqipëri, po edhe në vendet cilat nuk kanë zgjedhur sistem demokratik, ti shikon që ka nivel vendor. Edhe nëse ata janë jo të zgjedhur por të emëruar, gjithsesi ata bëhen drejtues apo liderat e një komuniteti, ata drejtojnë një komunitet. Kështu që patjetër që roli i kryetarit të bashkisë absolutisht do të ndihet. Ne jam i bindur që jemi duar të krijojmë kushtet ose mbi të gjitha bashkia në vetvete, të krijoj kushtet që këtë periudhë sfiduese ta kaloj në mënyrë sa më të menaxhueshme në të mirën e qytetar, që shërbimet mos mungojnë, cilësia e shërbimeve mos bjeri dhe patjetër dhe investimet e duhura që duhen në qytet vazhdojnë përpara. Por bashkia nuk mund të jetë thjesht një institucion administrativ. Patjetër që kërkon dhe leadership politik, patjetër që kërkon dhe leadership organizativ. Dhe në këtë kontekst absolutisht roli i kryetarit të bashkisë ndihet.